Turqit ka çkitën vendin e Venedikasve në Pelopones. Prandaj, Venedikasit, cilët ishin aleatë dhe të lidhur me miqësi shumë të madhe me Skënderbein, dërguan tek ai sipërfaqësonjës Gabriel Trivizanin dhe e nxisnin e i kërkonin që t'i shpallte luftë me të drejtë prijesit Mehmet, i cili prishi i pari beslidhjen dhe shkeli i pari besën. Si arriti tek Skënderbeu, ai mbajti para tij dhe krerëve të tij me fjalë të tillë: "Ne kemi ardhur tek ti, o princi i pathyeshëm, jo që të të ngrim në qiell ty, dhe madhështinë e dheut tënd e lashtësinë e fisit, siç bëjnë pothuaj të gjithë ata që ngarkohen e vinë me detyrën e një ndërkate të tillë. As kemi ardhur që t'i thurrim lavde trimërisë dhe mendje sate të lartë. Mendje unë asgjë do të mendoja se mund t'i lejoj kujt aq lehtë kjo punë, qoftë edhe gojëtarit më të zotë, sepse interesat e kohës së sotme duket se nuk e kërkojnë me asnjë mënyrë që të bëhet një punë e tillë ashtu si i ka hije. Përkundrazi, ne kemi ardhur tek ti që të këshillojmë dhe të kërkojmë të marrësh vendim për ta kthyer e drejtuar mendjen tënde të mpret, e cila shikon zakonisht gjithmonë lart dhe dallon mirë e hyn thellë në të ardhmen e padukshme, për nga rreziku që e kërcënohet Republikës së Krishterë, për nga e keqja që tani më mogullon e po qit krye, dhe që po të mos i dilte shpejt përpara, do ta plakos me një herë gjithë Europën. Dije mirë dhe kje të qartë, o princi ndritur, se ky tiran i pa besë e dhel para, cili e shikonte se dëmtoi fort prej teje dhe prej armëve të tua, dhe se s'mund të bënte ballë, ja hyri paqesh me ty, jo me ndonjë qëllim tjetër, sepse ndërmjet turqve dhe racës sepriote s'mund të ketë lidhje të natyrshme miqësie, por me një pabesi e mashtrim shumë të madh. Me qëllim që pasi të shtronte më parë, mbretërit dhe princerit e tjerë të Krishterë fqinj me ty, dhe të arriste kështu fuqinë dhe metërinë e vetë, tente armët kundër nesh. Ne kemi parë tani më se ky barbar, pasi rregulloi paqen me ty, dhe pas se ishte i sigurt dhe i qet nga armët dhe nga fuqitë e tua, dhe me njëherë armët kundër popujve rashja dhe tribal dhe i shkatroi. Pastaj u dha fund me luftë ilirikëve, shpartalloi Trakasit, shtiu në dorë pasi i rrezoi nga pushteti i grekërit mbretërinë e Trapezuntit, rriti forcat e veta dhe e zgjeroi shtetin e vet më shumë. Tani sigurisht, pasi theu besën që lidhi për paqe, dhe pasi shkeli që donë në drejtësie, ka kthyer armët kundër nesh. Vendin tënd e tonin, gjithashtu e ka plaçkitur gjere gjatë. Ja o princ Skënderbe, sa bukur, ta ka mbajtur besën barbari. Ai e ndezi luftën, ja nisi me armët kundër teje. Tani po të grish për të përleshur, dhe po e tregon me një mënyrë as pak të dyshim, vullnetin dhe tërbimin e vet. Mos duhet nduruar këto me zemër të qetë. Mos duhet heshtur akoma. Mos i duhet zënë besë barbarit. Mos u duhet mbajtur zotimeve të tia, kur po u zhduk krishtërimit e ne po na shkatron nga themelit, kur lufta e pafat do të ishte më e pëlqyer se një paqe kaq poshtrojnëse. Kujton ti se barbari e ka haruar atë vdekje fort të turpshme atërore, të cilën e detyruam ta pësoj me turp prej teje, vër pastaj kërdit dhe shpartallimet e ushtarëve, të kapedanëve dhe të krerëve të tij të shkatëruar prej teje. Gjitha këto i mendon Mehmeti, i tërbuar e çnjerëzor. I bluan nga hera në mendje, i mban ditë e natë para syve. Dëshiron e pret me padurim që të shpaguhet për to. Por me det, o princi ndritur, ai shtihet, beso mua, ai po shtihet në punë dhelpërine, e vetë otomane, po kur dis pa pushim plane.
dhe me që mënyrë të kap ty me trastin dhe pusit e veta. Se me që mënyrë të fus në kurth. Gjërë tani, a i të ka përdelur me qëllim që të hiqen një dorë nga lufta, i linje më njajnë armët, gjersa të jep të fund luftës dhe të shtynte e dërmot e mbretërit e princerit e tjerë të krishterë. Pshi një rreth e përqark teje, nga të cilët asnjë përveç teje nuk shikonte se mund t'i dilte përpara me armë. Tani sigurisht, pasi i shtroi gjithë të tjerat, e pasi arriti që të gjitha punët i kjetë ashtu si që ja deshte zemra, po të kthehet ty, po i drejton armët kundër teje, me qëllim që të të fshin nga faqja e dheut, bashkë me të repriotët, e me mbretërinë tënde, dhe që të rrufit në dhe të ngop tërbimin e vetë prej barbarit. Për çarsye o priesh i pashoqe, duhet ta zgjasim më. Për çarsye duhet të presim më. Puna tani ka arritur në një pikë të tillë, që ne me Mehmetin duhet ta kemi ja armik, ja zot. Të rëmbejmë armët edhe ne kundër tij. I sjellim forcat të përleshëm, ushtarët të kacafyt. Luftën me të cilën po na provokon, ja shpallim ne vetë, u bëm zjarrin biseve të tija, ja plaçkisim si ç'është e drejta. Dhe të mos presim më në fund, gjersa të mos kemi nga të luajmë prej pritave dhe elpërisë së tij. Me siguri ai asgjë tjetër s'po kurdizë, i pa besi, asgjë s'po gadit, veçse që të na shtyj në ndarazi gjersa krishterimi, jetim, pa ndihmën dhe kujdesin e kërkujt të bjerë në dorë të atij, pa asnjë kundërshtim, dhe ne të gjithë të vajtojmë për jetë, lirinë tonë të përbashkët. Zoti, veç mos e dhënë këtë për ne. Po të shikoj se ne jemi të bashkuar, ai do të tmerohet nga armët tona dhe do të dritet nga forcat tona. Dhe po të dojë të na kundërshtoj, do t'ja mbath i thyer. Ndoshta krejt. Përkundrazi, po të na kundërshtoj, të ndarë, do të na shtyp në pak mundim. Sot s'ka njeri më të fortë se ai. Prandaj, ne do mos e lejojmë këtë murtaj, në kolerë dhe smundje që të vazhdoj më në Evropë, sëmundje që po s'ja prem sa më shpejt rrugën. Ka për t'ju ngritur me siguri dhe ka për ta molepsur atë të tërë. Ti i di tani më dhelpërit e otomanëve, i di dredhit dhe pusit e tyre, dhe të cilat ata i nxjerrin ban gjithë punët dhe arrin përfundimet më të mëdha. Kush do të mund të o princ i pasthyeshëm, të zinte ndonjë të goj krimet dhe poshtërsitë e tij, tirani dhe më të egër. Ai në këtë punë u akalon shumë gjithë pararësit të vetë, si s'ngopet kur as me gjakun e shtëpisë dhe të familjarëve të vetë. Ai dëshiron të sulmojë me tërë forcat edhe Republikën tonë venedikase, e cila siç e di ka qenë gjithmonë shtyllë dhe mburoje fesë së krishterë. Me qëllim që pasi ta trondit, ta thyej dhe më në fund ta përmbysë, i ketë nën këmbë dhe t'i shtyp jo vetëm me periotët, por edhe kombet e tjera të të krishterëve. Por nuk synon vetëm në këtë tirani i egër, e njerëzor, sado që është një gjë e hatashme dhe pa durueshme për burrat, por që të prish edhe fen vetë dhe t'u andaloj njerëzve rrugën e vetme të shpëtimit. Dhe gabon rënd ai që kujton, beson se Mehmeti dëshiron më tepër të shkretojë për të plaçkis krahinat e të krishterëve, sa të prish vetë fen dhe ta shkull nga zemra e njerëzve. Çfarë o Perëndi më i rëndësishme, çfarë presim më në fund, ne të krishterët, ka kjo egërsi. Ne s'puqemi me të as në fe, as në çdo anë e mënyrë të jetuar. Kështu o trimi trimave Skënderbej, atlet e ushtari i Krishtit, shpejto, lëri më nja ngurimet, hiqi qafe dhe largoi prej teje, dhe gëqia të rreziqet gjersa ke mundësi. Dhe po të duash, jekje këtë mundësi, por para se të gëqia të rreziqet dhe të vënë poshtë dhe të dërmojnë. Përkundrazi, po të ndodh kjo, që
që qoftë larg. Dhe s'ka dyshim se me gjithë dëshirën tënde do të kesh asnjë mundësi. Prandaj, sa më duket mua, do të jetë shumë më mirë dhe më lehtë për ty ti marrësh masat që më para, se sa të kërkosh ilaç shërim. Pasi të kenë goditur e ta kesh marrë plagë. Ki mendjen o princi im I pashoq, ki mendjen se mos të ngjitet të moleps dhe të rënoj tërbimi, urtaja e sëmundja ngjitse e kryesit Mehmet, I cili asgjë tjetër sigurisht nuk kërkon, nuk gadit e nuk kurdis, veç se të bëj ty për vete, të tërheq e besimin dhe egërsinë e vetë, të zhduk dhe të fik. Kurthet ngriti nga hera dhe gjak derdhës I krishtërimit. Ai ka urryer dhe ka pasur fort mëri. Fenë e krishter, cilën dëshiron të përpiqet ditë e natë tërë fuqinë e vet, që ta dhunoj, ta shqyej dhe ta zhduk. O princi pakthyeshëm, që quhesh madje edhe atlet I ushtrisë I Krishtit. Ty po të grish, po të fton princi ynë, bashkë me gjithë senatin e vet Venedikas, për ta ruajtur e për ta mbrojtur këtë fe, nga furia dhe egërsia një tirani të tërbuar, kaq keq e kaq misor. Ardhin, argjendin, ushtarat dhe çdo gjë që të duhet për fushata të tilla. Ai ta premton e ta jep pa kursi. Bëu gati, Avonez, o princ fort I lumtur. Bëj gati ushtarët, preshtoi radhët e ushtrisë sate, prek shpatën, përmbeshi gjetën, turu mbi truqit, armiqt më të egër të fesë ortodokse, të cilët I ke thyer gjithmonë me lehtësi dhe që për t'i thyer ke një farë fuqie fatale dhe të dhënë prej Perëndie. Po të mos ia presim sa më parë rrugën. Ai do të na ndërhyjë dhe do na e moleps me siguri gjithë fen tonë. Se ti I di tani më dhelpërit e otoman, I di dredhit dhe kurthet e tyre me të cilat I nxjerrin mban gjithë punët dhe arrin përfundim më të mëdha. I kush do të mundet o princi pathyeshëm, I zinte ndonjëherë në gojë krimet dhe poshtrimet e këtij tirani, nga më të egrit. Ai në këtë ua kalon shumë gjithë pasardhësit të vet. Ai s'ngopet kur, as me gjakun e shtëpisë dhe të familjarëve të vet. Çfarë pra o Perëndi, e mirësishme, çfarë presim më në fund, ne të krishterët, nga kjo egërsi, ne që s'puqemi gjë kundi, dhe të as me fe, as në çdo anë tjetër të jetuar.